Një moment i papritur dhe i ngarkuar emocionalisht rronditi shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 gjatë prajmit të së hënës. Benita u përball me një takim të drejtpërdrejtë me nënën e saj, duke sjellë jo vetëm mallin e rikthimit, por edhe një kërkesë të fortë. Nëna i kërkoi Benitës të largohet nga shtëpia për shkak të gjendjes së saj shëndetësore. Përballë kësaj, Benita u shpreh se e njeh mirë nënën e saj dhe se kërkesa për largim lidhet edhe me sjellje jo të mira nga ana e saj brenda lojës. Ai theksoi se është e vetëdijshme për këto sjellje dhe se është e gatshme të ndryshojë. Tashmë Benita ka në dispozicion 24 orë për të marrë vendimin final, të qëndrojë dhe të përmirësojë rrugtimin e saj apo të lërë shtëpinë pas këtij takimi që lar gjurmë. Por gjatë takimit me nënën, kjo e fundit i tha Benitës që duhet të largohet nga Toni, e kur e takoi këtë të fundit, i tha: "Ki kujdes." Nga ana tjetër, shprehu një simpati për kushtrimin. Në fakt, futja e prindërve në lojën e Big Brotherit nuk pëlqejet shumë nga audienca, pasi në këtë mënyrë ata tentojnë që të marrin drejtimin e lojës dhe të imponojnë vendime tek familjari i tyre.